Në mesin e shekullit 19, Japonia ishte një vend i mbyllur, një tokë samurajsh ku asnjë huaj nuk hynte pa lejen e perandorit. Por mes aventurierëve që mbërritën atje kur portat u hapën, ishte edhe një shqiptar nga Korça, Anastas Bujari. I lindur në jugun e Shqipërisë, ai mori rrugën përmes Mesdheut, kaloi oqeanet dhe mbërriti në tokën e lindjes së diellit. Atje në një Japoni që po modernizohej me shpejtësi, Anastasi u bë ndërmjetës mes botës evropiane dhe japonezëve, fal gjuhëve që fliste dhe zgjuarsisë së tij. Një shqiptar që pinte çaj me samuraj në Yokohama apo Nagasaki, një histori që pakush e njeh. Pati i tij mbetet mister, por gjurma e tij është reale. Një shqiptar në Japoni në shekullin 19. Kjo është dëshmi se shqiptarët kanë udhëtuar shumë larg se kufijtë e tyre. Shkruani në komente, a do të donit të shihnit më shumë histori të tilla të jashtëzakonshme, histori epike, aty ku e kaluara rilind.